Përshëndetje duararta. Sot të flasim për bobinën ose masurin në shqip. Në rregull, po me që jemi mësuar me bobin, i themi bobin, po është masuri, ja. Atëherë sa lloj masurash kemi? Ja ti shikojmë. Kemi masura metalike, pra klasa 15 metalike. Edhe këto kanë diametrat, por të lexojmë, edhe mund të shikoni edhe vetë, pra është kjo klasikja që vjen te këto. Për çfarë e përdorim? Është më e përdorura në shumicën e makinave familjare, e lehtë për të vendosur nga përpara. Mund të përshtatet për Brother, Xanom, Canmore e kështu të tjera. Kemi pastaj këtë bobinën e dytë, që unë këtë kam përdorur me Brother të dytën, sepse këto më erdhën. Pra e njëjtë mallësi metalike, thot, po plastike dhe jetë e dukshme, e lehtë për të parë fillin që mbetet. Shumë e përdorin shumë makinat shtëpiake. Makinat shtëpiake është ato që nuk janë profesionale, që i përdorim në shtëpi. Se ndahet në profesionale dhe në shtëpiake. Edhe këte kemi top load, edhe kjo metalike. Për çfarë e përdorim të? Për çfarë e përdorim të? E përdorim për makina me vendosje të sipërme, pra që vjen nga lart, si përfaqe e lëmuar, por qepje të rregullt. Përshtatet për këto lloj makinash. Pastaj kemi këtë metalike, prap metalike. Është më e madhe në diametër dhe në kapacitet. Mban më shumë fije për qepje të gjata. Kjo është për makina industriale, pra profesionale. Kemi pastaj tjetër prapë për makinën industriale, që është pa vrima, siç e shikoni. Për bobin për effort, për kapacitet të madhe, ndërtoa për përdorim industrial. Pa me që tham, edhe këtë industriale, e njëjta gjë dhe kjo. Kjo është pre-wound, e para përgatitur. Vjen e mbushur me fill dhe gati për përdorim, kurse në kohë dhe siguron tension të rregullt. Përshtatet për projekte të shpejta, fillestar dhe shtëpiak. Këto nuk e kam parë ndonjë, me thënë të drejtën. Edhe kjo tjetra e njëjta gjë. Atëherë, çfarë duhet kemi parasysh? Përdor gjithmonë bobina që përputhen me modelin e makinës tënde. Bobina e gabuar mund të shkatërrojë tension të gabuar dhe prerje të perit. Pastro bobinën rregullisht dhe mbaj në kutinë e tyre që mos zëjmë pluhur. Në rregull, pra edhe një herë. Kemi, pra kjo që është 15, 66, L, M, edhe nga latësia, për këto janë dallimet. Ja dhe ruajtja, kështu duhet i ruajmë bobinat kur jam me peqë, edhe një mos ta marrim pluhur. E di këtë informacion? Jo. Jo? Okej, tani e mësove. Shihemi në një video tjetër.